Gent Sejko, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, deklaroi se inflacioni është rreth 2.4% dhe brenda objektivit. Nga këndvështrimi juaj, a reflekton ky nivel realitetin që po projektojnë fermerët sot? Drejtori i përgjithshëm i bankës do japi statistika tjera për inflacionin sepse do ketë një val inflacioniste. Unë nuk i besoj shifrave të institucioneve tona, sepse vete kanë humbur kredibilitetin duke maskuar fenomene dhe qoftë stati apo qoftë banka qendrore, por edhe ne është realist në këtë deklarim, së shpejti do dali vetë të japi shifra tjera sepse inflacioni është i pashmangshëm.